Yllmërina është një nga 108 personalitetet që ditë më parë është shpallur me urdhrin heroi i Kosovës nga presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi. Presidenti për këto dekorata u bazua në sakrificën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pjesës së cilës ishte edhe Ylli. Familjarët përshkruajnë momentin kur marrën lajmin se ai është shpallur heroi i Kosovës. Ka qenë një ditë e zakonshme, lajmi na ka jap vllavi, po se kena prit këtë lajm edhe i na emocionu shumë jetën kohë dhe i na ndi shumë krenar. E fakti që tashmë baba i saj është shpallur hero dhe zyrtarisht, po e bën krenare vajzën e tij. Babain tim, Yllin, gjithmonë e kam konsideru si një hero të vërtet edhe vazhdoj ta konsideraj. Jo vetëm se unë e gjykoj ashtot, por për këtë e kam dëshmitare vetë historinë e luftës së pastër për lirinë e Kosovës, por dekorimi i shpallur, dhe me thonë me urdhër heroi i Kosovës nga vetë presidenti Thaçi, ka qenë, dhe me thonë, një vetë sa ma ka shtu krenarinë edhe ma shumë, dhe ka qenë një nder, dhe me thonë, jo veç për mu dhe po edhe për familjen time. Të emocionuar me këtë fakt u shpreh edhe njëri prej atyre që luftuan së bashku me Yllmërinën. Ne e vlerësojmë shumë, edhe pse personalisht mendoj që është pak e vonuar, se kanë shkruar shumë vite, e për kontributin e Yllit jemi të gjithë vetëdijshëm, kështu që ka qenë shumë më herët, po prapse që është fjala popullore më mirë vonë se kur. Yllmërina ka qenë ndër luftëtarët e parë të qytetit Gjakovës, të cilët ju kanë bashku luftës ushtrisë çlirimtare të Gjakovës, Glloxhan, Kosovës, Glloxhan, diku ka aprilli i vitit 1998. Ylli ka qenë i veçantë se ju ka bashku luftës si baba i 2 fëmijëve, edhe fëmiu i vogël sa i ka lind, këtë gjitha i ka sakrifikuar për me u bashku një idealit. Yllmërina u lënë në Gjakovë më 11 gusht të vitit 1972. Ai ishte pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1998-1999. Pas plagosjes në gusht të vitit 1998, ai u tërhoq për të shëruar, por vdes në spitalin e Novi Sadit më 15 mars të vitit 1999. Bashkë me Yllin heron ju shpallën edhe Sadret Zeneli, Myrt Zeneli, Pran Leshi, Mem Leshi e Fadil Nimani, të gjithë këta nga komuna e Gjakovës.